duket në pamjet parë që në gjithë të Perus, si kur ndryshimet kushtetuese dhe vitit 2016, hapër një sipar, hapër një dritare që do krijonin institucionet, cilat do qeverisin drejtësi në përgjithësi, që bëhet fjalë për sistemin gjyqësor dhe atë hetimor të akuzës. Dhe u krijuan disa institucione, si që është KLP-ja dhe KLG-ja, ose referuar ligjeve 95 e 96 2016, të cilat i dhanë në mënyrë si përfaqësore të drejtën gjyqtarëve dhe prokurorëve që të zgjidhin nga kuorumi i tyre ata që quhen antarët KLP-s dhe antarët KLG-s. Në të vërtetë, pjesa praktike që të jep përshtypjen që këta vetë qeverisën. Për korrektes, edhe KLG-n, KLD-n e dikurshme, KLD-n, në majorancë konferenca e gjyqtarëve dhe prokurorëve zgjedh. Bëj një mbledhje dhe votohej me disa kandidatura në mënyrë të fshehtë. Është i njëjti proces zgjedhor siç në një farë mënyrë për KLD-n, por një pjesë e KLD-s zgjidhte presidenti i Republikës etj. Edhe kuvendin. Por në këtë lloj kushti kushtetues që ka vendosur për zgjedhjen e institucioneve në varësinë e vet, kuvendi nëpërmjet ligjit a ka funksionuar si e tillë apo jo? Çështja është që përpos dy institucioneve vetë qeverise janë krijuar disa institucione, gjë që u deklarua qartë si dhe hapur në këto seancat kuvendit të Shqipërisë, që janë krijuar disa piramida të cilat janë përtej KLG-s edhe KLP-s në mënyrën e funksionimit të tyre. Ato të cilat japin ose detyrojnë nëpërmjet praktikave ligjore në zbatim të ligjit, praktika në për të cilat duhet të ecë organi procedurali i hetimit dhe gjyqësori në përgjithësi.